Jo vetëm në pjesën e parë të takimit Veleqiku e Gnatja, futbollistët Koplikas kanë treguar se janë lojtarë që prodhojnë volum loje në fushë, madje duke dominuar në gjitha drejtimet përballë miqve. Por është çfarë është më rëndësishmja, skuadrës së Veleqikut duket se i mungon lojtari gol, çka realisht u vërtetua në dy pjesët e takimit, ku u vretën rastet pastra për shënim gola, po kështu u tregua dhe mungesa e fuqisë konkluduese para portës së portierit mysafir të Gnatjas. Në këtë mënyrë është mbyllur pjesa e parë me raste të bukura për shënim, duke krijuar edhe emocione në radhët e tifozëve dhe vetëm kaq, rrjetat paprekura e njëjta tablo është vërejtur edhe në pjesën e dytë të takimit, ndoshta i vetmi ndryshim, krahas edhe disa ndrimeve për efikasitetin e dur, ka qenë vetëm ndrimi i portave ndërmjet dy skuadrave, çka mund të themi lojë voluminoze e Veleqikut, ndërkohë që mysafirët u treguan më racional si në mbrojtje, ashtu edhe në mesin e fushës se përrjedhoi edhe në sulm, duket se nuk kishin ndonjë objektiv të qartë për të synuar fitoren në fushën sportive të qytetit të Koplikut, çka bëri që ndeshja të mbyllej në rezultatin e bardhë 0-0. Kjo për ne është një minus, sepse ishim përgatitur maksimalisht gjatë kësaj jave për të fituar ndeshjen, por asnjëherë nuk shkon ashtu siç mendojmë. Kësaj rradhe ishte fati se nuk na ndihmoi me rastet e krijuara dhe disa momente që ishin të qarta të dukshme, nuk u dhan dy penallti nga ana e arbitrit. Edhe kjo na penalizoi shumë. Atëherë, ishte një ndeshje pak e vështirë. Fusha, domethënë terreni tregoi ato të vetat. Ne përpoqem se çdo ekip tjetër që të bënim lojën tonë. Ishte një lojë mirë, publiku ishte mirë, ne do përpiqemi që të bëjmë çdo ndeshje lojën tonë, edhe do përpiqemi që të shkojmë aty ku kemi objektivat tonë.